Historia që vjen sot në seanca e parë është një histori shumë e vështirë. Besa është 37 vjeç dhe nën e 5 fëmijëve. Me Besën do të bisedojmë tani në telefon. Besa, përshëndetje. Përshëndetje. Besa, unë të falenderoj shumë që e ke pranuar ftesën për të ndarë sot historinë tënde në program, dhe ndërsa kemi biseduar mbrëm në orët e vona të darkës, ti më tregove që ishe shumë e sëmurë, ndërkohë që sot kemi folur përsëri në telefon dhe mjekët të kanë dërguar me urgjencë në spital. Më trego pak për shëndetin tënd sot. Si është? E them që do të kemi në zemën, por nuk kisha më shkrit. Më thanë mirë zemja, po është lodhja e tepër fizike që rri në kam me fëmijët. Nga që kam kaluar edhe për 4 vite dhe Covidin, edhe në dynamët e më fëmijëve janë të lodhura, kam në stofin shumë të rëndë, edhe se përballoj dot. Besa, me aq sa unë e njoh historinë tënde dhe kemi folur bashk, ti bën një jetë shumë të vështirë. Je vetëm 37 vjeç, ndërkohë që moshatarët e tuaj ende nuk e kanë nisur jetën. Ti ke 5 fëmijë, më e madhja është 13 vjeç dhe më e vogla është 11 muajsh. Je përballur përveç vështirësive ekonomike, vështirësive për t'i rritur fëmijët, për t'i edukuar, për t'i veshur, për t'i ushqyer, je përballur edhe me një sëmundje shumë të vështirë me vajzën e dytë. Si ja ke dalë ti me gjithë këto vështirësi në jetën tënde? Tani si ja dalë ne jemi në qytet, në pallat. Kushtet ne ka bërë pak a shumë bashkë, kemi përse se si kemi kushtet tani brenda në shtëpia shumë madhe, falë Zotit. Se fëmijët nuk kanë kusht, nuk kanë gjëra, duan të dalin, duan të fëtisin. Bashorti s'është këtu që të më ndihmoj të filloj të fëtisin, sepse sot po bëjnë gjithçka të keqe me fëmijët. Është e frikshme. Si po më ndodhe diçka keqe në rrugë, nuk e përballoj. Po të paktën financiarisht ai të ndihmon. Po, atë çat ketë në shpirti ai direkt e poston për fëmijët. O Besa, po këto ditë, këto javë që ti ke qenë e smur, shumë e smur, si ja ke dalë me fëmijët? Pa bërë punët, goca madhe 13 vjeçe që mund bëje shkreta. Mund thot. Po për vajzën 11 muajsh kush kujdeset? Goca madhe, djali, goca që ka në smur. E duan njëri tjetrin fëmijët, nuk është se janë fëmijë vegjël edhe nuk më ndihmojnë. Unë kam pas sakrificë jetën kur isha me vajzën në spital, atëherë ka qenë një bombë. Dhe pa diskutim që ajo që të ka ndodhur ty është një nga vështirësitë më të mëdha që një prind mund të përballej, Besa. Por dua të kuptoj dhe të më tregosh ti çfarë ndodhi para më shumë se 7 viteve me vajzën tënde të dytë. Ajo ishte me temperaturë, me bark edhe të vjella. Pas herë, domethënë në 2 janë 3 javë, ju një të pësëri. Si në shtator, si në 8, si 12 muajt e vitit. Dhe ti shkoje vizitoje tek mjeku i lagjes. Çfarë të thoshte mjeku i lagjes? Është viroz. Është viroz. Po njëta edhe në pediatria, po njëta edhe në pediatri. Edhe në pediatri të thoshin që është e viroz. Dhe kaloi kështu gati një vit me vajzën tënde. Derisa një ditë ju vendosët që vajzën ta çonit në pediatri për një vizitë më të hollësishme, sepse e kuptoni që diçka nuk po shkonte. Ti kishe fëmijën tjetër të vogël, kishe djalin e gjin, nuk mund ta lije dot, dhe shkoi bashorti yt në pediatri për të bërë një vizitë për vajzën. Si ishte ky moment? Çfarë ndodhi gjatë vizitës? Si 12 muaj, si do një herë do të ndërpritet diarreja. Po normale. Edhe pastaj e bëri vizitën. I u bëri jetën, kër e bëri jetën e dretan që vajzën është direkt për shtrim. Ja thanë bashortit diagnozën për çfarë dyshoi? Direkt I ka thënë vajzën, a ke vizitu, a ke pas ndonjëherë në spital, a ka vizitu ndonjë doktor që preket me dorë barku që viziton fëmijët. I thamë ne po, I këstan bashorti edhe pastaj I tha direkt për shtrim, ta vajzën nuk të dhe me që në shpi. E mban mend çfarë të tha bashorti? Në kursa tjeti e gjë. Nga ora 3-4, në ka marrë bashkëtortin në telefon, në ka thënë se
Vajza është me një diagnozë, nuk është e mirë, do bëhet support. Vajza nuk e sjell dot në shtëpi, nuk mendon në doktorat për të sjellë në shtëpi. Çfarë përjetimi pata kur e morë vesh diagnozën e vërtetë të vajzës? Nuk e dosha vetëm. Atë mbrëmje ju zhvendosët në spital. Ti, bashkëshorti yt dhe vajza tashmë e diagnostikuar me kancer në veshka. Fëmijët e tu, vajza më e madhe dhe djali shumë i vogël i cili ishte akoma në gjë që ndruan te motra. Si e kujton atë momentin tënd? Zemrën e një nëne të ndarë në dysh midis një fëmije që ushqeje me gjë dhe një tjetër që po luftonte me jetën. Sigur gjithçka ushem, gjithçka mbaroj, sigur asgjë për mua nuk ekziston. A kishe frikë për vajzën? Shumë. Sepse në atë natë që në 3 ditëve vajza u operua. Ishte një bombë që supriste. Operacioni zgjati gati 6 orë, ishte një operacion i vështirë. 5 orë e 48 minuta krisiontor. Mban mend edhe minutat e atij operacioni. Imagjinoj se sa shumë i ke përjetuar. Gjë që kur nuk harrohet. Duhet të t'je dukur një përjetësi. Absolutisht aty nuk u në sër vetëm rishat të dera. Pa durim. Tale vajza. Çfarë ju tha doktori pas përfundimit të operacionit? Nga që ai të ishte pritur kaq të madh, kaq të fuqishëm, por pata e tëtë në ngjira. Domethënë ka përsëri në gjumë për ta operuar. Ka qenë operacion. Jashtëzakonisht. Pra ka dalë doktori, ka thënë që nuk u ditë për ditë, po ky operacion jo. Dhe tumori kishte avancuar shumë apo jo? Deri në nga veshka deri në çfarë organe të tjera ishte shtrirë? Afër zemrës, damarët e zemrës. Deri tek damarët e zemrës. Po. Ajo ka pas kalu gjysmën e tumorit, më thënë parë me sy, më ka thënë doktori, kush do ta shikojë për masën që ka pas vajza? Lejo të shikoj se të në gjë. Ma që ta dini me të vërtetë se vajza ka e gërë veshën. Ajo një kishte përka veshën komplet. Se ka të hequr vajza veshën. A e ka të hequr njërën veshk? Po, sepse kur i bërën e këtë këto gjëra, të thanë që nuk do t'ja heqin veshën. Se doktori kur e operon, do të tira veshka. Veshka ishte dëmtuar nga tumori. Pate guximin ta shohësh masën? Që doktori tha se kishte të drejtë ta shihni? Po, pata në një zemër e plaguar të qatët në 5 orë, 6 orë posuajse në për 13 minuta. Tash ta shikoj që vajza kur të rritet, të them që është vërtet që unë e kam pa me sytë e mi. Ta ketë një besim të vërtet që për çfarë ka hequr të ndaj se fëmia në kur të rritet. Besa, pastaj nisi një tjetër kalvar juaj në për spitale, sepse terapia e vajzës ka zgjatur me vite të tëra. Ne nuk i dishim, ne kujtoshim që do operohet edhe do të lajmë. Do kthej në shtëpi. Por në fakt jo. Jo, pastaj ne kemi kaluar ke pediatria aty. Edhe ka marrë mjekje më vazhdu. Për një vit janë shumë ato paçorela të bukura që i kishte. Zemra. Gjënë keqe nuk kishe, kur i shikoshe në mëngjes, ikën e flokut, ka qurella që ishte pa fund. Të merë, po falë Zotit, sa vishë një egzojmë. Po, është një lajm i mirë që vajza jote ja ka dalë, por dua të mbetem pak tek ky rrugtim i gjatë i vuajtjeve, sepse nuk ka qenë një vit, as 2, po kanë qenë 7 vite terapi. Vajza është ndjekur intensivisht me terapi. Vitin e parë shkonte çdo javë për të bërë kimioterapi, e më pas me kalimin e kohës duke u rralluar, por kanë qenë 7 vite. Si i kujtonte ato 7 vite, ecejaqje në për spitale me terapi, vajza humbi flokët. Ekonomia si ishte, fëmijët vegjël të shtëpia bashkëtorë, ti ushqime këtë mbajtur, për të ardhat në spital të kretë terapia, se vajza kishte nevojë me i dhënë gjak,
Dhe në krye të 6 viteve mjekët thanë se vajza tani ishte e lirë nga sëmundja, apo Është mirë. Falë Zotit, po është si kurrë. Ama financiarisht kjo sfidë ju ka rënuar. Shumë. Jashtëzakonisht. Jashtëzakonisht, sikur 2000 lekë bashorti shumë me vështirësi vjente. Sepse dhe ai si kishim shpresat në fillim në sepse fëmia dhe ai do ta shikon të vajzën aty për xhami, kjo vdiste për babin e vet, mos me lejte për me dal, shefin e kishte për babin e vet, me leju me ta kustak, lejoshin dy prindë se ishte vet, smundja tij, ta kthej atë mrapshtem, unë i kam jetu për 27 vjeçe jam, po më duket se kam kaluar 170 vite jetë. Ti atë kohë kishe vetëm 3 fëmijë. Pse vendose të kishe edhe një fëmijë tjetër? Kur ne merrshim terapinë e vajzës, ne nuk i kishim ekonominë për t'ia blekur, për t'ia realizuar dëshirat si fëmijë që ishte ajo kur merrte terapinë që i dhem të shpirtit. Edhe ajo më kërkoi një bebe. Bashkë me bashortin të tham që bebe, se edhe ajo nga thënë se duan një bebe në kukull, të jetoj, duan një motër që të jetoj, nuk vdes mami, po ma bërë një motër ti. Thoshe që unë nuk do vdesë se ti më bën një motër? Po. Përndoja për vajzën, jo të bëshim edhe një fëmijë tjetër në E kuptoj. gjishë më 24 orë qutë edhe thash do bëj sakrificë, nuk do të vlerësoj veten time që po e kesh, duhet të me lumë të tjetë lumë të vajza dhe unë do jap koraj vetë, se duhem. Në Zotin gjenë të zanta. Ne dhe thash mami do bëni pikole dhe vajza me dëshirë, me zemër, me të të një prej të barkun tim, kërë dhe gjatë motrën edhe të barkun. Ishte ndryshoj vajza totalisht. Ju nuk kishit mundësi ekonomike të plotësonit shumë dëshira vajzës që ishte në terapi? Dhe si durati solla një motër që me sa duket ata e kanë ndihmuar shumë edhe emocionalisht. Jashtëzakonisht. Është shumë gjë e bukur me të vërtetë. Lodhja është sakrificë, thirrësisht sepse janë. Po, dhe pas së katërtit ti solle edhe një të pestë. Pra tani ti ke 4 vajza dhe një djalë. Po. Lodhja është sa Si Adel Obesa me 5 fëmijë, si Adel? Për Zotin të them të drejtën, më shumë lodhje, më shumë mund, më shumë mal për babin e vet që ka 2 vite gjysmë pa. Po. E kërkon të ditë. Mundësia dhe i shtiti për të ardhur, po në një rogë kemi qatë punojnë se ne nuk mbarim ndimë sociale, në jetë edhe shteti kështu ndimë sociale që jam 95 fare. Ti nuk besoj se punon, apo jo, sepse fëmijën e vogël e ke 11 muajsh aktualisht. Ja, nuk punoj se ja, s'ka kushtitur me sjellë se tani janë do rrugë shumë të vështira, se këto fëmijë nuk ndojnë 2 pjesë rrugë. Ti mua më tregove Po? në diskutimin që patëm paraprakisht një detaj që mua më dhembi në fakt. Më tregove që vajza e smur ka 2 vite që nuk bën kontrolle shëndetësore, sepse ju nuk keni mundësi financiare për ta ndjekur atë. E ke Ja, peng? nuk e kemi që ka 2 vite. E ke peng Sa të këtë duash gjë? pa fund. Unë ta veshëm ne ta qojmë tani u smura dhe unë. Ta jam të ndash me që përsoni me vajzë vogël, përsoni me vajzë madhe në rrëzume të shkolla, në rrëzume djali në rrugë. Do më thënë nuk po, sa bëjmë i barë, po një tjetër. E kuptoj. Po, si duket me shëndet vajza? Tashmë që ka përfunduar edhe terapit për trajtimin e tumorit. Si ka qenë shëndeti sa? Mirë është, por ka në të operacioni, në djeg. Ankot nga një herë për zotin. I dhe mbarku. Po për zotit që është e vërteta. Po ja tani u smura dhe vetë, dikët të mbajnë. Edhe bashkër që është mërzit jashtëzakonisht, edhe ai nuk mërzia kështu dhe ai s'ku prek fëmijët edhe për t'i përqafur të paktën unë i përqafoj mrena. Kur sa i përqafoj. Po kur vajza të ankohet se ka dhimbje barku, a të kthehet frika se mos ndoshta i përsëritet sëmundja? E mendojnë? Po të një jam smur vetë,
Sikur edhe të kem lekun, se nuk kam fuqi për tek për sotin. Ama i qik veten, me zikë një sot për vete. Bashorti e ka të pamundur